Këto ditë kanë filluar punët për hartimin e planit zhvillimor komunal dhe se për këtë dokument të rëndësishëm ekskluzivisht po merret Drejtoria e Urbanizmit. Bëri të ditur drejtori i këtij dikasteri në komunën e Ferizajt, Fai Grainca. Gjatë një takimi të sotëm me gazetar, ai po ashtu theksoi se planin e ri zhvillimor të komunës po e punojnë së bashku me drejtoritë e tjera dhe me ekspertët e tyre që ka në përzyre, ndërkaq së shpejti sipas tij do të shpallet edhe konkursi për kompanitë e jashtme për ta ndihmuar komunën profesionalisht rreth hartimit të këtij dokumenti. Në kuadër të këtij plani zhvillimor, ligji parasheh apo i ngarkon secilën drejtori me punë konkrete. Për shembull, secila drejtori, ne kemi kërkuar nga secila drejtori që ta ketë një plan zhvillimor për një periudhë dikon 8 vjeçare. Pastaj të gjitha ato plane do të grumbullohen dhe nga grupi i ekspertëve të Drejtorisë së Urbanizmit dhe nga bordi i drejtorëve do të analizohen dhe do të jepet, kisha më thonë, ajo dora finale. Ne po planifikojmë që ta kemi një kompani këshillëdhënëse, vetëm këshillëdhënëse, për ndoshta për çështjet për të cilat ne nuk do të kemi mundësi që t'i kryejmë vetë në komunë. Për arsye se po them është vërtet një dokument tepër kompleks dhe unë nuk mund të them se vetë Drejtoria e Urbanizmit dhe vetë komuna mund të jap përgjigje në të gjitha çështjet të cilat duhet të parashihen dhe të rregullohen. Kështu ne po planifikojmë që ta zgjedhim një kompani vetëm këshillëdhënëse përmes konkursit. Natyrisht përmes konkursit. Përveç planit zhvillimor, aktualisht Drejtoria e Urbanizmit po merret edhe me projektin e studimit të fizibilitetit për zonën qendër, si dhe me përgatitjen e hartës zonale. Jemi të interesuar që qendra e qytetit të ketë një pamje tjetër, të përshtatet kushteve moderne. Unë mund të them se për momentin ndoshta vetëm qendra e qytetit tonë nuk ka pësuar transformime pas luftës, por arsye se mund të them gjitha rrugë tjera kanë mësu transformime me përjashtim të qendrës, kështu që ne jemi të interesuar që ta kemi një projekt, ta kemi një ide se si do të procedohet më tutje. Jemi në fazën fillestare, janë marrë takimet e para me qytetarë, do të mbahen edhe takimet e tjera, do të mirën ide, propozime dhe sugjerime për ta bërë një plan sa më të mirë. Ndërkaq, duke vlerësuar punën 3 mujore të kësaj drejtorie, Grainca tha se procesi i legalizimit nuk ka treguar rezultat të kënaqshëm, pasi që nga 33.000 objekte të regjistruara në Ferizaj, vetëm 300 sosh kanë aplikuar për legalizim të pronës.